Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Onande Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e njëjtë, data shënon 6 nëntor për vitin 2025. Duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbar me programin e mëngjesit. Patjetër si çdo mëngjes do të qëndrojmë së bashku që nga ky moment edhe deri rreth orës 9. Me të gjitha rubrikat e përditshme tashmë si çdo ditë nga e hëna edhe deri në të premte. Patjetër që do të kemi mundësi që të bisedojmë sërish së bashku për temën e ditës e jo vetëm, por temë dite, çështje diskutimi, besoj ai që ka më shumë interes është edhe çështja e pensioneve, kështu që mund telefononi të jepni mendimin tuaj në lidhje me këtë skem të re të rritjes pensioneve dhe patjetër nëse edhe mua do të më thoni në çfarë kategorie është pensioni juaj, pra urban, i plot, urban, i pjesëshëm, rural, familjar etj. Absolutisht mund të bëjmë edhe llogaritin e drejtë për drejtë sa do të përfitoni në 2026, në 2027, në 2028 apo edhe në 2029. Gjithçka tjetër mund të diskutojmë, titull të gazetave, rubrikat parashikimi i motit, parashikimi yjeve për horoskopi, ndërsa do ndalemi pak edhe në hapësirën e të ftuarit temës së ditës për paketën e maleve. Shumë fakt kemi dëgjuar paketa e maleve, investime, pse jo le të themi të kthehen edhe migrantët, por me detajet do të mësojmë edhe pak më shumë gjatë ditës së sotme. Përpara se të nisim pasqyrën e shtypit dhe pa humbur kohë me gazetën Panorama, ndalemi pak dhe shohim së bashku çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës së sotme, pra gjatë kësaj të njëjtëje. Sot mblidhet kuvendi në seancë plenare duke nisur nga ora 10 si zakonisht. Në rendite janë miratimi disa projekt vendimeve për përbërjen e Komisionit Rregullator të KQZ-s, shqyrtimi raporteve vjetore të disa institucioneve shtetërore përfshirë këtu edhe KLSH-n, pra kontrollin e lartë të shtetit, planifikimi disa akte normative që prekin fushën e ndërtimit, planifikimi të buxhetit. Në fund pritet diskutimi i projekt ligjeve për barazin gjinore, që ka qenë i shumë diskutuar dhe debatuar patjetër dhe për buxhetin faktik të vitit 2024. Por po ashtu edhe vendimi për mos ngritjen e një komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit Begaj të kërkuar nga ana e një grupi deputetëve të Partisë Demokratike. Patjetër që debatet, ndoshta që nisin seancës parlamentare, pritet të bëhen edhe për çështjen Balluku. Zëvendës kryeministrja është marrë pandehur nga SPAK me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera dhe ankande publike për tunelin e Llogaras.